Jeni orë me Krijuesin. Emisionin e drejton Mejid Mehmeti. Në emisionin tonë të sonte një orë me Krijues, si zakonisht do t'ju prezentojmë libra të rinj, të cilët janë votuar kohëve të fundit. Njëri nga këto libra është edhe libri Foleja ime Marsi, të poetit të ri Mirsad Koteli. Të tërë emisionin e sonëtëm do të ilustrojmë me poezitë e këtij autorit të ri, të cilët do të deklamoj studentja Albin Bilali. Fillimisht diçka për këtë libër. Mirsad Koteli u lind më 1978 në fshatin Kostal të Opojës. Shkollën fillore të mesme i kreu në vendlindje, tani jeton në Prishtinë, ku dhe vijon studimet në Fakultetin e Filologjisë në degën e gjumos dhe të letërsisë angleze. Disa nga shkrimet e tij u botuan në revista dhe gazeta të mirënjohura kosovare. Shkruan të gjitha llojet e gjinisë letrare, por më shumti trajton poezinë, prozën dhe esenë. Përmbledhja e parë e poezive të Mirsad Kotelit, Foleja ime Marsi, sot vështirësh. Krijuesi me Xhana Dyli në pastënjen e këtij libri, shquhet për një lirësi të veçantë të shprehjeve poetike, pasi është poezia një ndjesie të thellë lirike. Edhe vetë reagimet e poetit, qoftë edhe kur shpresohen pak, dalin të qeta, të buta dhe njerëzore. Konotimi poetik i titullit përmbledhës, ku Marsi është foleja e poetit, sikur tregon gjithë gamën paraqitëse të shtratit në të cilin poeti e ndjen veten më së miri dhe më qetë, në foljen e tij, në Marsin që ka krijuar vetë ai. Te poezia e Mirsad Kotelit, thot në vazhdim Xhana Dyli, vret një tendencë qartë e barazimit të thënies poetike me mendimin, krijimi i situatave në të cilat del pamja shpirtërore e poetit në rrethana të ndryshme, por të njohura kohore dhe hapësinore, të shfaqura përmes disa toposeve kryesore, luftës dhe Kosovës, e të përcjella edhe përmes koncepteve të ndryshme që shquhen në poezinë e tij, si liria, shpresa, heshtja, dashuria, jeta, synimi, kërkimi, ëndra e tjerë. Sublimimi i tundimeve të ndryshme shpirtërore dhe përcaktimi i tij për të mbrojtur atë që i takon, i jep poetit një nxitje për të qenë edhe më kërkues, edhe më afër asaj që synon ta ketë. Prandaj edhe kërkesat e tij dalin të qarta, synimet këmbgulse, arritjet e caku e pritshme. Kthimi në të kaluarën, përthekimi i së tashmës, synimet, perspektive si dhe shfaqja e ndjenjave të intimiteti dhe të afërisë, edhe pse shqetësojnë poetin, megjithatë e spostojnë atë atje ku mund të përballojë më lehtë fatin e vënë. Të gjitha këto, sikurse edhe kërkimi i lirisë dhe përpjekja për ta prekur atë, janë shqetësime të vazhdueshme që poetin e bëjnë më të ashpër ndaj të keqes dhe më shques të së mirës. Thot vështirësh krijuesi me Xhana Dyli. Ta dëgjojmë pra një poezi nga ky libër, përkatësisht nga libri Foleja ime Marsi. Skulptura e shekujve. Në dhomën me frengji, kalenatën e shekullit të ri. Skulptura vjetër, kujtim malagjyshi, në dy luftim me heshtjen përsëri, të sfidoj pabesinë e realitetit hidhur. Mallkoj 1000 herë së hëndepirësit. A jetohet në shkretir, mbi gjakun e padjellëzuar, vërshën rëke, pellë dhe lotësh. Kur do të ndroj vizionin skulptura vjetër, dua dhe meritoj një të re. Përpiqen të zbuloj misterin e harrimit, intrigën e mashtrimit të shekujve.